Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin me inicialet SN, 39 vjeçe, banuese në Velipoj, për veprën penale e falsifikimi i monedhave, pasi ka kallzuar shtetasi me inicialet ZL, se në dyqanin e tij kjo shtetase ka këmbyer me lek një kartë monedh 50 euroshe false. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet FP, 67 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike te djalit të tij. Po ashtu, nisi procedimi për shtetasin me inicialet EF, 75 vjeç, banues në fshatin Trush, pasi nga kontrollet me shërbimet e OSHE u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike në banesën e tij. Nisi procedimi edhe për shtetasin me inicialet DV, 34 vjeç, banues në Xhakov, për veprën penale shkatrimi i pronës, pasi ka thyer një karrike dhe disa gota në një lokal në lagjen Vasil Shanto. Gjithashtu referuan materialet në prokurori pasi dje ka kallzuar shtetasi me inicialet BT, 46 vjeç, se i kanë thyer xhamin e automjetit të tij, që i kishte parkuar në lagjen Vojokushi. Punohet për zbardhjen e rrethanave të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.